Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura ka sjellë në Korçë një mbrëmje të veçantë të muzikës së dhomës, me pjesëmarrjen e artistëve të njohur shqiptar. Koncerti u mbajt në Galerinë e Arteve Digjitale, ku në skenë interpretuan artistët Stella Bello në violinë dhe viol, Remino Sula në violonçel, Jocelyn Zdrava në piano, Wilson Guri dhe Erbi Piranaj në violinë, si dhe Bashkim Kupi në violonçel. Jemi përsëri në Korçë, pasi publiku korçar është gjithmonë mikpritës për ne. Sot në mbrëmje do të performohen 2 vepra, një trio edhe një kuintet harqesh. Pra, trioja do jetë nga vepra Dumka, nga autori Antonin Dvorak, si edhe kuinteti i harqeve do jetë nga Cezar Frank. Sigurisht, publiku korçar është, mund ta quaj qefli i muzikës, po ashtu edhe ne kemi marrë goxha, mund ta quaj feedback të mirë nga publiku korçar, po ashtu Duart Rogitet kanë qenë nuk është se mbaronin. Sa vim këtu në Korçë, mbetemi gjithmonë shumë të lumtur që realizojmë të lloj koncertesh me këtë publik kaq dashur për ne. Aktivitetet vinë si pjesë e programit artistik të Orkestrës Simfonike të Forcave të Armatosura për promovimin e muzikës klasike.